Flasim tani me drejtorin e fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Beke Blakaj. Mirë se vjen zotëri Blakaj. Mirë se vjen. Dhe e kemi, do thotë qysh vite më përpara, fondi ka shprehur informacion se një varr të mundshëm masiv në fshatin Kalludër e Vogël, në komunën e Zubin Potokut, është publik, do thotë si informacion, që nga 7 janari vitit 2013, kur gazeta e përditshme në gjuhën shqipe, do thotë si thot raporti, Zëri atëherë kishte botoj një shkrim dhe deklaratën e serbit Ranko Tepavac për vrasjen e 23 civilëve shqiptar dhe varrosin e fshetë të trupave të tyre në luginën e këtij fshati. Dhe pastaj del që po ky raport thotë se ky Tepavac, të njëjtën dëshmi që dolin në media në 2013, ja kishte dhënë me 7 shkurt të vitit 2003 UNMIK-ut atëherë. Është ky një rast mjaft misterioz apo janë dëshmi të gjallë, të cilat prandaj edhe zotriu në fjalë që vjen po nga Istogu, është arrestuar dje në Kraljev? Në fakt, ne kemi kuptu spari për këtë informacion në vitin 2013, nëse s'gaboj në muajin janar, kur në gazetën ditore Zëri ishte publikuar një artikull goxha i detajuar në lidhje me dëshmin e Ranko Tepavac, që i kishte dhënë UNMIK-ut, po besoj edhe policisë të UNMIK-ut dhe të Kosovës, mbi një vrasje masive që kishte ndodhur në fshatin Kalludër e Vogël dhe varrosjen e 23 personave që ishin vrarë në atë vrasje masive. Bile nëse nuk gaboj në gazet ishte publikuar edhe skanimi i deklaratës së dhënë të Tepavac, shkrimi i tij në Qirilic, ku mund të lexohej sakt se ai kishte dëshmuar dhe kishte përmendur edhe emrat të kryesve të krimit, respektivisht kishte përmendur Jovica Utfiq si kryesor i këtij krimi. Pastaj gjithashtu në atë deklaratë është përmend se dikush nga fshatarët pas kësaj vrasje makabre kishte lajmëruar policinë në Zubin Potok, të cilët kishin ardhur në vend të ngjarjes dhe në vend që të kryejnë hetime, ata ju kishin thënë vrasësve, pra atyne njerëzve që kishin kryer krimin, që t'i varrosin këto viktima. Pra e kanë mbyll me atë ditë krejt këtë krim masiv që ka ndodhur. Është pak e habitshme si është e mundur që pas një dëshmie, që tani po del tjetë krejtësisht e sakt, dhe në vitin 2003 nuk janë ndërmarrë veprime hetimore, duke pas parasysh që dëshmitari nga Istogu, Tepavac, kishte përmendur edhe emrat dhe rrethonat krejt sakta mbi këtë krim masiv që ka ndodhur. Përndryshe ne njëndër vrasjet masive që kishin ndodhur në Kosovë, mas shumtit e përfolura, e sidomos në gjurmimin e lokacionit të varrezës së mundshme masive, është ky. Pra është folur gjithandej, gjithkohën, është folur se edhe ka pas hetime, respektivisht... Po ka pas dyshime që njëherë është në dreth të komunës të Zubin Potokut, i cili është geografikisht shumë afër me Kalludrën e Vogël. Janë fshat Rafqinje, fshati dreth me Kalludrën, dhe kishte pas hulumtime, unë besoj që ka pas edhe testime, pra tentime që të hapen aty këtu lokacionet për të parë nëse ekziston ajo varrezë. Megjithatë, është dashur gjithë kjo kohë e gjatë të kaloj për të gjetur lokacionin sakt dhe për të filluar ekshumimi i trupave. Derisa prokuroria speciale thotë që të kemi kujdes, thotë të flasim me kujdes maksimal sa i përket dyshimeve mbi varrezën masive dhe pashtu sa të kryen gjithë këto procesi i gërmimeve, pashtu pastaj edhe mjekësia ligjore e cila do ta bëj punën e saj mjaft fisnike në këtë rast. Do t'ju pyesja çka do të thotë për procesin e zbardhjes së krimeve të luftës
gjetja dhe dyshimi që ka një varrezë masive në Kosovë, për shkak se gjatë gjithë viteve kemi pas varrezat masive në Rudnic, në Kyzhevak, në Batajnis e kështu me radhë në teritorin në tokën e Serbisë, por jo edhe në tokën e Kosovës, sidomos në këto vitet e fundit, sepse përpara ka pasur edhe gjetje të varrezave masive. Çka do të thotë kjo 27 vjet pas përfundimit të luftës? Në fakt, është dashur që gjithë ne ta përgëzojmë punën e gjitha institucioneve kompetente, duke filluar, ju përmend edhe Institutin e Mjekësisë Ligjore, Drejtorinë e Policisë për krime lufte, Departamenti për persona të zhdukun, Prokurinë Speciale për krime lufte, e gjithë, sigurisht dhe Komisionin Qeveritar për persona të zhdukun. Është një gjetje, domethënë, që duhet përshëndetur gjithë dhe që ndoshta mund ta kthej pak besimin edhe te familjarët e personave të zhdukun, se megjithatë mund të presin që në një të ardhmen të afërt apo më të larg do të zbardhet fati i më të dashurve tyre. Pra është një zhvillim pozitiv, ndoshta kisha më thonë mas gati 10 viteve, sepse varreza masive më e madhe që është hapur në kalumen ishte ajo në Kyzhevak, ku janë gjetë nën trupa të shqiptarëve, të civilëve shqiptarë që ishin vrarë gjatë luftës, dhe që atëherë nuk ka pas një hapje një varreze masive. Sigurisht që ka pas gjetje individuale apo në grupe më të vogla, po jo një varrezë tillë. Dhe kjo edhe një herë e konfirmon atë dyshimin ton, e kam fjalën për të organizatat e shoqërisë civile, për shoqatat e familjarëve, se duhet ketë ende varreza, se trupat e mbi tash 1500 personave që janë ende të raportuar si zhdukur duhet të jenë të varrosur në lokacione të ndryshme dhe nuk duhet të rreshtur së kërkuari. Pra nuk ka kohë që të ndalet ky proces, duhet më vazhdu me kërku. Mi gjetë faktet, mi gjetë informacionet për lokacionin e këtyne varrezave. Diçka që kisha pas dëshirë me përmend, ky rast edhe një herë, sidomos me arrestimin e djeshëm të Ranko Tepavac, ose të pardjeshëm nëse zgaboj. Pardjeshtë ajo, në Kralev, po. Në Kralev e konfirmon edhe një herë atë frikën që ne kemi pas, apo dyshimin që kemi pas që Pala serbe me të vërtet nuk ka asnjë vullnet, asnjë lloj vullneti politik që të zbardhet fati personave të zhdukun. Pra në vend që, sepse në fund ditës edhe e kam rrinë një marrëveshje, e kanë nënshkru, respektivisht kanë dalë me një deklarat përbashkët presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës që çështjen e personave të zhdukun do ta trajtojnë si çështje humanitare, mirë po ky rast, ky arrestim i një dëshmitari i cili ka dhënë një informacion jashtëzakonisht dobishëm për zbardhjen e fatit të spaku 23 personave që janë të zhdukur si gjatë luftës në Kosovë, që ai të arrestohet dhe të dyshohet për spionazh. Kjo tregon krejtësisht kundërtën, pra që nuk ekziston ndonjë vullnet politik dhe se çështjen e personave të zhdukun nuk janë duke trajtuar fare si çështje humanitare, por në fakt janë duke tentuar mi fsheh edhe 27 vite mas lufte, pra mos mi hap faktet dhe informacionet mbi krimet e rënda që kanë ndodhur gjatë. Pra thani që Serbia mashtroi edhe BE-n, edhe Kosovën në këtë rast, kryeministrin e Kosovës, i cili u mor vesh për një deklaratë të përbashkët për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të zhdukur në luftë. Po, në fakt ashtu i bie, pra janë dakordu për një marrëveshje në pika shumë specifike dhe ajo marrëveshje para 2 dite u dëshmu që nuk ka kurfar vullneti që të zbatohet ajo marrëveshje. Në zatën edhe në kalumen kemi pas raste tilla, ju e dini shumë mirë që në vitin 2015 ish presidenti i Serbisë atëhershëm Tomislav Nikolić kishte për një gazetë Beograda se kishte kërcënuar një farë mënyre kryeprokurorin për krime lufte në Serbi që ishte atëherë Vladimir Vukčević. Vladimir Vukčević, i cili kishte deklaruar Fondi për drejtin humanitar në Serbi kishte përgatitur dosjen Rudnica për krimet e tmerrshme të kryera nga
Brigada 37 e motorizuar e ushtrisë Jugosllavisë, e cila udhëhiqej nga Ljubiša Diković dhe e kishte akuzuar drejt për drejt Ljubiša Diković si kryes të krimeve të luftës. Mirë po para se të publikohej ajo dosje, kishte kërkuar në bazë të ligjit për informata për interes publik, që ti merrte shkresat e asaj dosje, të dosjes së Brigadës 37, mënyrë që me përpilu sa ma sakt dosjen mbi atë brigadë, dhe Ministri i Mbrojtjes së atëhershme e kishte shpallur si sekret shtetëror për 30 vite, pra i kishte mbyll fare atë dosje. Dhe kryeprokurori kishte deklaruar se do të bëj çmas që ta hetoj se çka ka ndodhur me këtë brigadë gjatë luftës, dhe menjëherë kishte presidenti serb e kishte marrë në mbrojtje komandantin e kësaj brigade dhe kishte deklaruar se le të ketë kujdes prokurori se çka po heton dhe ku po gërmon nëpër Serbi. Po, dhe ne shumë shpesh flasim për zbardhjen ose hapjen e arkivave të Brigadës së Motorizuar 37, mirë po shumë kemi pak kërkesa, po thuaj se as pak, nga Brukseli, e aq më pak nga Washingtoni pashtu, për shkak se zotri Kurti nga Zubin Potoku i kërkoi SBA-s dhe BE-s që t'i kërkojnë Serbisë hapjen e arkivave, a do t'jetë kjo e mundur nëse bëhet një presion i vërtet politik mbi Beogradin, apo këta do t'i respektojnë vendimet e veta që i kanë të erë ta, për shembull? Para se të tentoj mu përgjigjen këtë pyetje, ndoshta ish dashur me përmend këtë çështjen e dosjes së Brigadës 37 motorizuar. Autoritetet në Kosovë e kërkojnë vetëm këtë dosje, dhe kjo është e njohur për ta vetëm për shkak se Fondi për Drejtën Humanitare kishte kërkuar dhe ajo dosje ishte shpall si sekret shtetëror. E kemi theksuar këta shpeshherë, po. Duhet të ketë edhe qindra dosje tjera, për cilat sigurisht autoritetet në Kosovë do duhej të spaku të identifikonin se cilat janë ato dosje dhe të kërkojnë që të hapen gjitha ato dosje, jo vetëm një dosje e cila është shpallë si sekret shtetëror. Pra duhet të ketë edhe qindra dosje tjera për brigada tjera, për njësitë tjera, për njësitë policore, të kombinuara, mirë po, pra nuk bëhet fjalë vetëm për një dosje. Ndërsa për të përgjigjur në pyetjen tuaj, në këtë marrëveshje që përmendëm disa herë, pra në deklaratën e përbashkët, po edhe në marrëveshjen e përgjithshme të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, është përmendur që Bashkimi Evropian do të ketë një lloj roli monitorues dhe do të monitorojë se cila palë po e zbaton marrëveshjen, ndoshta njëna palë ose tjetra, ose që dyjat nuk po hezitojnë me zbatu marrëveshjen, dhe shkruan në një vend aty se si ndërmjetësues dhe si monitorues Bashkimi Evropian mund të ketë edhe rol sankcionues për palët që refuzojnë ta zbatojnë marrëveshjen. Dhe deri më tani me të vërtet nuk kemi parë që BE-ja e ka zbatuar një rol tillë, spaku ne nga jashtë nuk kemi vrejt që kanë pasu sanksione ndaj Serbisë për shkak të moszbatimit të kësaj marrëveshje, dhe nuk kemi njohuri që gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një gjë të tillë. Është mirë që të përkujtohen edhe një herë të dy palët, pra edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian. Mirë po, besoj që pala pse Uleksi është aty gjatë gjithë kohës, gjatë gërmimeve në kalludër të vogël? Po, padyshim, Uleksi, unë mendoj që edhe në kuadër të Institutit Mjekësisë Ligjore është komponenta e Uleksit, mirë po, ideja është se sa mund të bëjnë presion ndaj Serbisë që në fakt të zbatojnë marrëveshjen dhe të japin informacionet, të hapin dosjet, këtë nuk i kemi parë në praktikë. Pra rolin e komunitetit ndërkombëtar si lloj, themi, autoriteti që mund të përdorë karrotën apo shkopin të palët. Edhe Kosova sigurisht do duhej që të
të zbatoj marrëveshjen, duhet me përkujtu publikun që në mesin e mbi 1500 personave që janë ende të zhdukur, mbi 400 prej tyre janë serb nga komuniteti serb. Nga komuniteti serb dhe besoj që edhe pala kosovare të duaj të interesoj të gjej informata mbi fatin e tyre. Po, për fund fare, Bashkësia Ndërkombëtare çish duhet me vepru në rastin e arrestimit të këtij personit nga istogu i Kosovës, moshës 46 vjeçare, me iniciale thot Bia RT, do thot po dihet se kush bëhet fjalë, për kënd bëhet fjalë, përderisa ja kishin zbuluar dje fytyrën. Do thot ja kishin dhënë inicialet, mirë po ja kishin zbuluar vet Bia fytyrën. Çish duhet të veproj Bashkësia Ndërkombëtare, kryqi kush në këtë rast për mbrojtjen e të drejtave të tij, për vetë faktin që dyshohet dhe mendohet se është një dëshmitar kyç i një prej krimeve në rajonin e Mitrovicës. Unë kom prit dorën zemër që komuniteti ndërkombëtar duke përfshi edhe ambasadat e huaja në Beograd do të reagojnë në mënyrë me vendosshmëri në këtë rast, sepse me të vërtet bëhet fjalë për një rast flagrant. Kjo tregon që është një lloj kërcënimi edhe për dëshmitar tjerë të mundshëm të cilët mund të kenë ndonjë informacion jo vetëm për varreza masive, po për krime që janë kryer gjatë luftës dhe sigurisht me këtë veprim ata do të frikësohen dhe nuk do të stimulohen asnjë mënyrë që t'i ofrojnë ato informacione. Nuk kemi pa ndonjë reagim me të vërtet të vendosur kështu nga komuniteti ndërkombëtar, mirë po s'paku janë organizatat siç është OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe shumë organizata tjera, ju e përmendët edhe Komiteti Ndërkombëtar të Kryqit Kuq dhe organizata tjera që merren me drejtat e njerëzit që të reagojnë në rand të parë të kërkojnë llogari nga pala serbe dhe të lobojnë që ky dëshmitar të lirohet nga paraburgimi, eventualisht nëse ka ndonjë proces s'paku të jetë ai tepër transparent dhe të mbrohet nga liria. Faleminderit për kohën, zotëri Blakaj, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për ftesën juve. Dhe tani flasim për çështje politike, lidhja demokratike e Kosovës të enjtën në mbajtje një kuvend të jashtëzakonshëm zgjedhor, kjo për faktin se më shumë se 140 delegat të LDK-s kishin kërkuar shkarkimin e kryetarit të kësaj partie, Lumir Abdi.